Në Parlamentin e Kosovës ka dështuar për të dytën ditë rresht votimi për shfuqizimin e vendimit të ministres Mimoza Kusari Lila për tarifën prej 35% për importin e çimentos nga Shqipëria. Sipas raportimeve të mediave kosovare, shkak për këtë dështim është bërë mungesa e quorumit të nevojshëm për rrëzimin e vendimit që ka shkaktuar shumë polemika. Opozita kosovare ka fajsuar partitë në pushtet për mungesë të qëllimshme dhe ka kërkuar ndërprerjen e seancës, pasi sipas saj, pa votimin ajo nuk mund të vazhdonte. Debatet për heqjen e tarifës prej 35% për importin e çimentos nga Shqipëria filluan ditën e njëjtë me ministren Kusari Lila që ishte thirrur në interpelancë. Vet Lila, duke u përgjigjur pyetjeve të deputetëve, tha se vendimi do të ndryshonte brenda pak ditësh nëse Shqipëria vendos mas mbrojtëse me Italinë. Ministra mbrojti vendimin gjatë interpelancës së thirrur për këtë çështje, që sipas saj është në pajtueshmëri me ligjet në Kosovë dhe marrëveshjen e CEFTA-s. Deputeti Emin Gërbeshi nga radhët e AKR-s, i cili prezantoi mocionin, kërkoi shkarkimin e ministres, ndërsa i quajti të turpshme arsyetimet e tij dhe anti-shqiptar vendimin e marrë.